Përshëndetje TikToku. Ja pra, ritakojmë sërish me prezantimin e një super motori tjetër për qytet. E kemi thënë dhe herë tjetër që motorat për qytet nuk duhen me cilindrat madhe për gjithë ata që nuk bëjnë lëvizje shumë të mëdha në qytet. Sot kemi Honda PS 125 viti 2011. Është një super motor praktik me goma mesatare dhe që është një motor që seriozisht ju nderon për parking dhe për reflekset brenda për të kaluar brenda trafikut që të jeni sa më komfort. Është një motor që ka një autonomi prej 2.5 litrash për 100 km. 2.5 litrash për 100 km është seriozisht një autonomi shumë perfekte. Ky motor është i hollë, është slim, ka vend tek këmbët që mund ta përdorni për çdo lloj gjëje, për më tepër ka koshin që shërben për selet juaj personale, ka dhe një hapësirë brenda koshit që është goxha e mirë. Të gjitha shërbimet janë bërë tek Ultimoto. Motori është i sapo ardhur nga Zvicra. Gjendja e tij është perfekte. Si shikoni, gomat janë Michelin, paneli përpara është komplet LED, diskofreni, ferroza të gjitha janë akull. Ka një ngjyrë të përsosur, motor i përshtatshëm dhe për femra dhe gra. Është një motor që do ju shërbente më së miri në çdo lloj fragmenti që ju do ta përdorni dhe ka një çmim shumë të mirë. Pra, për gjithë ju që nuk keni akoma motor dhe nuk keni vend se ku të parkoni në Tiranë dhe nuk keni kohë për të bërë punët tuaja, atëherë një motor 125 kubik që ngjitet me patent makine do të ishte zgjidhja juaj perfekte. Ne kemi thënë edhe herë tjetër që blerja e motorit tek mekaniku ka prioritetet e veta, sepse më të sigurt se sa ke mekaniku, motorin nuk e merrni askund tjetër. Vjen me çmim promocional prej 2000 euro Honda PS 125 vetëm tek Ultimoto. Faleminderit.